Këshilli i Qarkut të Korçës do të mbështesë financiarisht disa investime të rëndësishme në fushën e turizmit në disa zona të qarkut. Vendimi është marrë këtë të premte unanimisht nga këshilltarët, duke i hapur kështu rrugë ndërtimit të muzeumeve, qendrave të informacionit turistik, por edhe restaurimit dhe konservimit të monumenteve. Këto projekte që janë paraqitur, të gjitha do të mbështeten. Ndërtimi i muzeut Tritëro Agolli në Devol, muzeu i etnografisë në Bashkinë e Korçës, kompletimi i qendrës së informacionit në Ersek dhe vendosja në konservim e 2 monumenteve në Pogradec, siç është monumenti i Lazgush Poradecit dhe Mitrush Kutelit. Njëkohësisht mbështetje për Bashkitë e Qarkut të Korçës nga ana e Këshillit të Qarkut do të ketë edhe për projekte studimi, siç janë ato për ndërtimin e muzeut të sazeve në Leskovik, rehabilitimi një lagjeje muze në Maliq, si dhe projekt preventivi për ndërtimin e muzeut të palafiteve po në Maliq.